Tani, në qoftë se dora jote, në qoftë se dora jote ose këmba jote të shtynë në mëkat, preje dhe hidhe prej teje. Është më mirë për ty të hysh në jetë Dora Tung është më mirë për ty të hysh në jetë Dora Tung ose i qalë se sa të hysh se sa të kesh dy duar dhe dy këmbë. Dhe të hidhesh në zjarin dhe të hidhesh në zjarr të përjetësh një koment për shkrimin e vargut 8 nga kapitulli 18. Këtu Zoti, këtu Krishti nuk po thot të lumtohemi fizikisht. Jo, sepse Zoti është dashuri. Zoti është dashuri. E pra dashuria nuk mund të jetoj dot me krimin, me vrasjen, ose me gjymtimin, ose me violencën, ose me gjëra të tilla. Këtu Zoti po thot, shkulli nga vetja vetes, mëkatet, zakonet tuaja, që u shtyn në mëkat. Këtu është
sipas mendimit tim. Unë e interpretova sipas mendimit tim. Ishte unë gjili sipas Mateut kapitulli 18.